Falenderoj gazetarin Klodian Froku për këtë informacion të përmbledhur në lidhje me krimin kibernetik. Por do të kuptojmë më shumë se cilat janë pasojat dhe se si mund të mbrohemi për më tepër nëpërmjet deklarimit të problemeve të shumta që mund të kemi pranë në rrjet, që mund të kemi online në departamentin e specializuar të policisë së shtetit për krimin kibernetik. Për të kuptuar më shumë, kam të ftuar tashmë në studio përfaqësuesin e policisë së shtetit, zotin Elton Kërluku. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Letë për ftesën. Knajsi dhe faleminderit juve që u treguat i gatshëm për të na dhënë më shumë informacion, sepse në fakt të gjitha përdorim internetin dhe sa më shumë e përdorim, aq më shumë të rrezikuar jemi qoftë edhe për të vjedhur ato të dhënat personale, të cilat në fund fundit na rrezikojnë në mënyra nga më të ndryshme. Por le të kuptojmë fillimisht për te asaj që tha gazetari Froku në kronik. Çfarë është krimi kibernetik më saktësisht? Atëherë, duke bazuar edhe në legjislacion, le të themi, mund të kuptojmë që krimi kombëtarik është një veprimtari kriminale, e cila është parashikuar si vepër penale nga legjislacioni penal, e cila drejtohet ndaj infrastrukturës teknologjike, siç janë kompjutrat, serverat, smartphone-ët, tabletat. Patjetër çdo pajisje kombëtarike apo çdo lloj sistemi i ngritur për të dhënë një shërbim të caktuar në teknologji, ashtu sikurse dhe janë ato krimet cilat kryhen nëpërmjet përdorimit të kësaj teknologjie. Pra kjo infrastrukturë shërben për të kryer një krim tjetër, siç mund të jetë një mashtrim, siç mund të jetë një materialet abuzive me të mitur që shpërndahen në internet e tjera. Po, dhe ju keni marrë në fakt një nisëm përpara disa kohë shumë të veçantë, vërtet për të përkrahur, teksa në shkolla të ndryshme, sidomos në nëntëvjeçare të kryeqytetit, por dhe më gjerë në Republikën e Shqipërisë, për të ndërgjegjësuar voglushët që të kenë kujdes jo vetëm me websajtet që ata frekuentojnë ose edhe rrjetet sociale, por të bëjnë kujdes se me kë flasin, sepse ka patur raste që një voglushe ka qenë duke folur në mendjen e saj me një voglushe tjetër, me një bashkëmoshatare, por nga pas mund të ketë qenë një person i cili ka patur qëllime të tjera, qoftë edhe seksuale, mund të flasim edhe për raste pedofilie të përsëritura shpesh dhe janë një fatkeqësi për shoqërinë. Po kjo megjithëse është një nga fenomenet shumë të rrezikshme që paraqet kjo teknologji. Pra, në interneti është një zhvillim shumë i rëndësishëm për shoqërinë, për kulturën, edhe patjetër që ne duhet bëhemi pjesë e saj, por që kjo ka edhe ato rreziqet e veta dhe nga rreziqet më të mëdha që paraqet është çështja e përqasjes së fëmijëve ndaj kësaj teknologjie, të cilët nuk e kuptojnë mirë dhe do duhet roli i prindërve në fakt, patjetër, por pavarësisht që ndoshta neglizhohet. Duhet dhe një edukim edhe nga ana e institucioneve shtetërore, ashtu si shkolla, edhe ne kemi marrë nisma të tilla që ky problem të jetë i dukshëm për të gjithë dhe të parandalohet sadopak ajo pjesa e viktimizimit të fëmijëve, që është një nga çështjet kryesore një nga problemet kryesore që ne duhet të përballemi. Sigurisht. Ndërkohë që mua personalisht më ka ndodhur për shembull kartën e kreditit që e kam përdorur për të bler disa gjëra të nevojshme për mua që mund t'i gjeja vetëm online dhe mund të vinin vetëm nga jashtë, më është vjedhur dhe rezultoja të kisha bler në Los Angeles, më duket, karta celulari, gjëra të këtilla që s'ishte vërtet. Dhe ajo është bela më vete teksa ti duhet presësh që të rimbursohet karta e gjitha këto. Dhe rastet të këtilla kam dëgjuar shpesh. Ka. Po ne duhet të drejtohemi departamentit tuaj për çdo problem kibernetik që kemi? Ka një kufi të problematikave që ne mund të raportojmë pranë nesh? Patjetër, kjo është, le të themi, një vjedhje, po ta themi në gjuhën mbi cilën investigon dhe banka dhe karta kreditit, po gjithsesi. Është një vjedhje dhe normalisht çdo lloj vjedhje duhet patjetër që të denoncohet në organet. Edhe ajo e fjalë kalimit nëse na vjedhet profili dhe këtë gjë është një proces që përfshin që nga momenti i vjedhjes kodeve të aksesit dhe deri në qëllimin përfundimtar që është përfitimi i palishëm i fondeve që ndodhen në llogaritë bankare. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me disa nga bankat e nivelit 2 në Shqipëri. Jemi pjesë e një komiteti tek shoqata e bankave të Shqipërisë, e cila merret me mashtrimin tërësipër që përfshin edhe mashtrimin nëpërmjet kartave të kreditit. Jemi të informuar nëpërmjet këtij komiteti për raste shumë kritike që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e kartave në Shqipëri, që mund të jenë karta të klientëve shqiptar, por mund të jenë dhe karta të klientëve të bankave
jashtë Shqipërisë, të cilat keq përdoren në Shqipëri. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi kemi pas dhe raste shumë suksesshme, kemi pasur raste kur kemi arrestuar shtetas tuaj. Mund të them para 2 javësh kemi arrestuar një shtetas turk, i cili ka përdorte karta të klonuara, i themi ne. Po janë kartat falsifikuara, pra informacioni origjinal i kartës vërtet është i hedhur në një kartë tjetër çfarëdo, një kartë plastike çfarëdo, me e cila përdoret si një çelës për të tërhequr fondet e llogarisë bankare me të cilën lidhet kjo kartë. Dhe duhet të them që ne jemi shumë të angazhuar për vepruar në këtë drejtim dhe patjetër që mirëpresim të gjitha kallëzimet, të gjitha denuncimet edhe nga ana e qytetarëve. Kallëzimet si mund të bëhen? Ka një numër telefoni, ka një email të caktuar apo duhet vim në Policinë e Shtetit? Duhet të them që neve prej muajit tetor të vitit 2014 kemi lançuar një aplikacion në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit, në faqen kryesore, në portalin kryesor të Policisë së Shtetit, është në adresën www.asp.gov.al. Në këtë faqe është shumë e dukshme, është një aplikacion që thot raporto krimin kombëtarik dhe çdo qytetar shqiptar i cili ose dhe i huaj, nuk është thënë vetëm për shqiptar, i cili e konsideron veten si viktimë e një rasti të tillë apo ka një informacion se dikush është viktimizuar nga një ndodhje kriminale, atëherë mundet të përdori aplikacionin për të raportuar dhe ky raportim patjetër do të jetë pjesë e angazhimit nga struktura përkatëse për ta ndjekur. Ka një hardcore në bazë të përvojës tuaj, pak a shumë, sa duhet për të zgjidhur një çështje? Mesatarisht. Se janë specifike rastet, po. Varet nga rrethanat e rastit. Mund të them që krimi kombëtarik është një nga ato krime që nuk njeh kufi. Është ekstraterritorial, pra një haker mund të jetë nga Shqipëria, mund të përdori infrastrukturë që është jashtë Shqipërisë dhe të sulmojë një person që mund të jetë po jashtë Shqipërisë ose mund të jetë brenda Shqipërisë. Dhe çështja e dokumentimit të gjithë procesit që ky person ka kryer është një proces që don kohën e saj, sepse bëhet fjalë për infrastrukturë që ndodhen jashtë jurisdiksionit shqiptar dhe normalisht marrja e këtij fakti shumë. Dhe për më tepër nga ndonjëherë ne jemi dhe të vetëdijshëm, për shembull tani që unë kam iPhone-in këtu në valixhet ose trojezën tonë të mesit, ka njerëz të cilët janë të aftë të futen në telefonin tim pa e kuptuar fare unë dhe të na përgjojnë drejt për drejtë. Duhet të ka të situatat këtilla të cilat shërbejnë sidomos si një lloj spionazhi për të spionuar personat që marrin vendime shumë të rëndësishme që na kanë në dorë. Patjetër, ka forma nga më të ndryshme. Ka forma të ndryshme, duhet të jemi të kujdesshëm në atë që neve navigojmë në internet, nuk duhet të besojmë gjithçka. Ashtu siç tham për rastin e fëmijëve që kanë përpara një teknologji e cila është e errët, por duket si e bukur dhe ne e njëjta gjë është dhe me ne. Ndërkohë çfarë strategjish keni ju ose edhe projekte siç ishte kjo për shkollat 9-vjeçare, që ndoshta edhe nëpërmjet fletpalosjeve ose dhe online tentoni të ndërgjegjësoni njerëzit që të bëjnë kujdes ndaj krimit? Ne aktualisht jemi në bashkëpunim me institucione të tjera që kanë aktivitet në këtë fushë, jemi duke ndërtuar një strategji kombëtare kompjuterike, kibernetike, e cila përfshin edhe pjesën e sensibilizimit, pjesën e këshillimit. Ajo që unë mund të them është që, ashtu siç po thoja më sipër, është që jo çdo faqe, jo çdo portal në internet është i besueshëm. Janë shumë portale të cilat ndërtohen vetëm me qëllim për të viktimizuar sa më shumë, për të shpërndar viruse, për të shpërndar programe që kanë një destinacion kriminal. Dhe duhet të jemi të kujdesshëm që të kërkojmë dhe të navigojmë në ato faqe, të cilat janë faqe që i dimë që janë të rregullta, faqe që janë zyrtare, dhe të mbajmë pajisjet që kemi për të naviguar, të mbajmë të updateuara, të mbajmë edhe me antiviruse, pra kjo është një këshill shumë e rëndësishme. Megjithëse viruset janë gjithmonë më të shpejtë se antiviruset. Është si puna smundjeve që del smundje, po pastaj kura, kështu që. Po gjithsesi kujdesi, po të tregohet një kujdes më shumë, pra të tregohet një kujdes i tillë, them se diçka parandalohet. Xhasule, i dëgjove këshillat? I dëgjove se le nam në internet. Xhasule futet në internet, në flet kështu me bashkëmoshatarët e tij, domethënë, sigurisht, po ri shumë, dan shumë kohë atje.
Po të dëgjoj shumë dobët, po të dëgjoj për momentin. Po pra, më ka Tani të ikur dëgjoj zëri fare. Tani je okay. Tani erdi fort. Hajde mere vesh. Më thuaj, çfarë po thoshe se dëgjova tamam? Po thoja që unë nuk ja kam iden fare këtyre që sa po folët ju. Në chat ritër ditën po lëre tani, po nesër me që s'do ti ta them Çfarë çati, telefon, fix? Po, Dëgjoj. më thuaj. Edhe me sa dëgjova, jam më i nderuar që nuk merren fare me këto punë. Absolutisht jam dakord me ty. Megjithëse është një mënyrë për të qenë në kontakt edhe me njerëzit e dashur. Kemi edhe njerëz që jetojnë jashtë Shqipërisë, Facebooku, Instagrami, do të thënë rrjetet sociale janë një mënyrë për treguar atë aktivitetin tonë të përditshëm dhe për të çmallur dhe me njëri tjetrin. Por normalisht rrezikohemi. Ndërkohë për t'ju rikthyer kartave të kreditit, më do doja të jepja një këshill që më zhdëm personalisht kur më ndodhi rasti, mbajini me një kredit sa më të vogël në mënyrë që dhe nëse ato vidhen të mos jetë një dëm shumë i madh financiar, dhe bëni kujdes kur vendosni pinin qoftë në ATM, qoftë në pikat e blerjes, sepse edhe nëpërmjet kamerave të sigurisë mund të kopjohet pini juaj dhe të klonohet, siç përmendëm më parë. Ka raste edhe të këtilla. Nuk është aq e lehtë, domethënë. S'është aq e lehtë, po ka ekspert që e bën. Jo, nuk është aq e lehtë. Nuk është e pamundur. S'është e pamundur. Okej, por problemi është që kartat e kreditit patjetër që duhet të ketë kujdes në përdorimin e saj, sepse ajo mund të bëhet objekti i vjedhjes, sidomos në rastin kur ajo përdoret në internet, aty duhet por ka dhe shërbime të cilat mbrojnë përdorimin e kartës, siç mund të jenë PayPal apo shërbime tjera. Pra mund përdoren këto shërbime që të ruhen të dhënat e kartës në përdorim për blerje të ndryshme. E drejtë. Pra dhe kjo është një mënyrë që mund të parandalosh çdo lloj. Zoti Kërluku, unë ju falenderoj shumë që ishit të mëngjes me ne, informacionet tuaja ishin të vlefshme, faleminderit edhe për punën e mirë që bëni çdo ditë në Policinë e Shtetit për të na dhuruar një lloj sigurie, për të ndjerë në më të mbërë. Faleminderit juve për gjithçka. Kënaqësi, suksese më tej. Mirë, Iva, me çfarë vazhdojmë? Neve ndërkohë se këtu kam disa materiale, unë nuk e di cila do ishte më e përshtatshme sipas dyshimit. Mjekësinë alternative. Okej, siç po mendoja edhe unë. Mirë, Klodian Froku, të dashur miq, ka intervistuar edhe këtë të mërkur zotin Ylli Merja, i cili është një specialist pra i bimëve mjekësore. Cili është rasti konkret sot dhe cilat janë bimët të cilat mund të vinë në ndihmë për të kuruar ndonjë sëmundje të lehtë, por mbi të gjitha për të lehtësuar dhimbjet e ndryshme që mund të kemi. Ndjekim materialin, do të jemi sërish pas pak në studio me të tjerë të ftuar. Qëndroni me ne. Recetën e ditës për sot ne menduam ta përqendronim tek simptomat e kollës, si ajo shfaqet dhe mënyrat se si është luftuar tradicionalisht në vendin tonë dhe si mund ta luftojmë ne atë në kohën e sotshme. Nëse do të referohemi nga ana fiziologjike e organizmit, rrugët respiratore të frymarrjes janë gjithmonë në kontakt me ambientin e jashtëm. Pra, është e hapur dhe e lirë rruga nga ku mund të hyjnë shumë lirshëm bakteriet në rrugët e frymarrjes, dhe ato mund të vendosen aty, po kështu mund të hyjnë shumë lirshëm edhe viruset e ndryshme, të cilat gjithashtu edhe këto brenda një periudhe inkubacioni 1 deri në 2 ditësh, vendosin kolonitë e tyre, shumëzohen dhe japin pastaj patologjitë e ndryshme, të cilat hera herës bëhen edhe shqetësuese. Por kolla jo vetëm që mund të shkaktohet ose të nxitet ose të stimulohet nga këto të dy grupime të mëdhaja, por ajo nxitet edhe nga pirja e duhanit të tepërt, nga qëndrimi në një ambient të madh me lagështirë, ose nga qëndrimi në ambiente me temperatura të larta, si ka qenë më parë tradita e popullit ton për ta qetësuar kollën. Në zona të ndryshme është përdorur me shumë sukses pelini i bardhë, është përdorur me shumë sukses çaji i bjeshkës, është përdorur me shumë sukses lulja e blirit të kuq ose të bardhë, është përdorur me shumë sukses aguliqja, e cila është nga të parat bimë medicinale që çel pasi shkrin dëbora në malet tona. Është përdorur me shumë sukses çaji i malit i zonave të jugut ose sideritis syriaka, është përdorur me shumë sukses trëndafili i egër, por në zonat veçanta ne kemi konstatuar një dukuri shumë të rëndësishme që edhe nga ana shkencore kjo ka një lidhje, ka një domethënie. Shumë njerëz kanë përdorur petat e brendshme të arrës në qetësimin e kollës dhe kryesisht edhe tek fëmijët.
prania tek petat e arrës, jo vetëm e substancave dhe e vitaminave të ndryshme, por edhe prania në të edhe e jodit bën që kolla me të vërtet të qetësohet shumë lehtë. Po kështu është përdorur edhe lulja e shtogut. Lulja e shtogut përdoret për të shmangur ose për të qetësuar këto kataret në rrugët e frymarrjes, për të nxitur djersitjen dhe për të ulur temperaturën e lartë, pra kur kolla shoqërohet me temperaturë, dhe njëkohësisht është përdorur dhe si një zbutës i mushkrive, shmang atë djegjen e thellë dhe të fortë të bronkeve dhe njëkohësisht lehtëson në nxjerrjen e sekrecioneve. Ndërsa në disa zona të vendit tonë, sa shfaqej kolla, ne kemi mbledhur si informacion që ata përdornin një çaj të përgatitur shpejt me piperin e zi, ose një çaj, një ponxh më saktë të përgatitur me raki edhe me piperin e zi. Kjo ka me të vërtet një kuptim shumë shkencor. Në përbërjen e piperit e kokrave të piperit të zi, është një substancë aktive e quajtur piperizin, dhe kjo tretet shumë lehtë në alkool ose kalon shumë lehtë me një valesë 1-2 minuta në çaj. Kjo lëndë aktive qetëson kollën, shmang spazmat e mushkrisë dhe njëkohësisht ndihmon shumë në uljen e temperaturës së lartë. Krahas të gjitha këtyre bimëve mjekësore, të cilat në zonat të ndryshme të Shqipërisë kanë përhapjen dhe rajonizimin e tyre, edhe njerëzit ato i kanë përdorur sipas zonës dhe sipas vendit të tyre, ne duhet të theksojmë vetëm nga të gjitha këto bimë, vetëm njëra ka veçantinë e saj në përgatitjen. Edhe ky është trëndafili i egër ose roza canina në emrin e tij shkencor. Pra, ky trëndafil, i cili me të vërtet konsiderohet si një magazin dhe si një rezervuar i vitaminës C, duhet të dim mënyrën se si ta marrim këtë. Vitamina C tek trëndafili gjendet në formën e provitaminës C, pra është e gatshme për t'u kthyer në vitaminë. Shkurtimisht, trëndafilin e egër ju duhet ta hidhni pasi u i ka filluar të vlojë, do të llogarisni për një fëmijë të vogël doza shumë e lejuar e vitaminës C, është një fëmijë i vogël mund të marri 3 deri në 4 kokra trëndafilit të egër çaj ditor në ditë, ndërsa një i rritur 6 deri në 8 kokra trëndafili të egër në ditë. Krahas këtyre, ne kemi bërë një përgatitje të këtyre çajrave, një mikser në raporte të caktuara, sipas jo vetëm lëndëve aktive të saj, por duke ditur edhe aftësinë filtruese të organizmit në mënyrë që të mos dëmtojmë në asnjë mënyrë funksionin e mëlçisë. Kjo është një përzierje çaj për kollën dhe azmën. Është një qetësues shumë i mirë i kollës, është një zbutës i saj dhe njëkohësisht mbrojmë dhe rigjenerojmë shumë mirë ato alveolat e mushkrisë, që ato të jenë të pastra, të jenë funksionale dhe të kryejnë me të vërtetë atë difuzionin, atë shkëmbimin e gazit të oksigjenit me gazin karbonik. Ndërsa, për të eliminuar një shfaqje të dukshme, sidomos tek fëmijët e vegjël, pra atë që shpesh herë pajisen me pompa azmatike, ne kemi përgatitur krahas këtij çaji bimor, që atë fëmijët e vegjël mund ta përdorin me shumë sukses, me 3 filxhana çaj në ditë, të shtojnë në të edhe propolis blete. Pra, një fëmijë i vogël, nëse do të pijë 1 filxhan çaj në mëngjes, dhe kemi shtuar në të 3 deri në 5 pika propolis blete, efekti dhe fuqia vepruese e këtij çaji rritet së tepërmi. Ndërsa një i rritur në qoftë se do të përdori mesatarisht 3 gota çaj në ditë, duke shtuar në çdo gotë çaj 10 deri në 12 pika propolis, atëherë efekti veprues i çajit dhe i propolisit të bletës rritet shumë. Në praktik, shpesh herë shfaqim edhe një dukuri të tillë patologjike. Fëmia ose i moshuari, se kryesisht këto janë të dy grup moshat që preken më shumë nga kolla,
kanë një koll të thatë të ashpër, kanë mushkrit të mbushura me sekrecione, por pa mundësi për t'i nxjerrë ato. Atëhere, ne do t'ju këshillonim që krahas këtij çaji mund të përdori me shumë sukses gjethet e dellit të gjerë, është Plantago major, edhe gjethen e lules së thundërmushkës. Këto që të dyja kanë një aftësi të veçantë zbutëse, pasi kanë në përbërjen e tyre mucilagje. Krahas përdorimit të çajit, do të këshillonim që tek fëmijët mund të përdorej me shumë sukses përmbysja e tij ose mbajtja në duar për 10 deri në 12 minuta në mëngjes. Ai sa të çohet e mbajnë përmbysur në mënyrë që mushkëria e tij të gjitha këto sekrecione t'i dekantoj dhe të na afroj afër në pjesët e bronkeve dhe prej andej me një koll ose me dy, gjitha këto sekrecione t'i zbrazi me shumë lehtësi. Përdorimi i këtyre çajrave na kryen këto funksione në organizëm. Pastron dhe rigjeneron mushkrit, minimizon efektin e bakterieve të ndryshme që nxisin dhe stimulojnë kollën, zvogëlojnë në minimum dhe krijojnë një atmosferë mbytëse tek viruset, të cilat këto mund të jenë edhe viruse të tipit A, B ose C, pra viruse gripale, ose edhe viruse të tjera të cilat njeriu i merr ato në atmosferë, nga atmosfera në jetën e tij të përditshme, në familje e kudo. Kjo ishte receta e ditës për sot. Ju faleminderit. Falenderoj gazetarin Klodi Froku, gjithashtu edhe zotin Ylli Merja, specialistin emërnjohur të bimëve mjekësore, i cili çdo të mërkur në minutat e programit Mirë se vjen, pra sjell këto këshilla mjaft të vlefshme. Është momenti të flasim për letërsinë të dashur miq. Në fakt për një letërsi best seller, shumë të shitur, sidomos në Francë, por edhe më gjerë në Europë dhe në botë, më në fund, rreth një javë më parë, të themi, ka ardhur dhe në tregun shqiptar libri i ish të dashurës së presidentit të Francës, François Hollande. Titulli i librit është Faleminderit për këtë çast dhe e ka shkruar Valérie, mbi emrin s'po e them se do gaboj, nuk di ta them, nuk di ta shqiptoj, është mua s'm duket tipikisht francez, do më ndihmoj për këtë zoti Artan Selenica, i cili vjen pra si përfaqësues i shtëpisë botuese Morava, që ka publikuar edhe këtë libër në gjuhën shqipe. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, ju faleminderit për ftesën. Si ta shqiptonin tani emrin? Atëherë Valérie Trier Velier. Okej. E qartë. Që është ishe dashura e François Hollandit? Kjo është ishe dashura e zotit François Hollande. Dhe ka marrë një ditë të bukur, ose ndoshta shumë kohë më parë, se nuk e di se sa i është dashur ta shkruaj librin, duke patur parasysh që gjithsesi ajo është një gazetare politikës, kështu që ka marrëdhënie të mirë me të shkruarit, edhe mund ta ketë bërë edhe në pak kohë. Po është ky një libër hakmarrës, të themi, apo çfarë? Se këtu thuhet Faleminderit për këtë çast, po në brendësi çfarë rrëfehet saktësisht? Ose si shfaqet Hollande? E vërtetë e madhe është që edhe sepse zonja Valeri thotë që nuk është libër hakmarrës, ai është një libër që i ka të gjitha brenda. Është një libër që i ka të gjitha brenda. Ajo shprehet diku që ky është një libër rrëfim denoncim. Këtu thot një histori dashurie, pushteti dhe tradhtie. Dhe është e vërtet. Dhe është e vërtet. Zonja Valérie Trevelier ka kaluar me zotin François Hollande një dashuri 9 vjeçare. Në një moment kur asaj i lindi pasioni zjarrt për zotin Hollande, la një martesë me 3 fëmijë, po ashtu dim që zoti Hollande shkëputet nga një martesë me 4 fëmijë, dhe këtu nis historia e tyre e dashurisë, një dashuri e zjarrt 9 vjeçare, një dashuri që kalon në kalvarin e luftës politike, sepse dim që zoti Hollande u nis dhe bëri një rrugë të gjatë për të hyrë deri në majën e pushtetit francez. Dhe kjo dashuri, dhe nëpërmjet kësaj dashurie, edhe zonja Valérie Trevelier e përcolli më së miri dhe i ndeti për krah. Mund të them se
Zonja Trevelier përshkruan me shumë dashuri, po dhe me shumë imtësi, në mënyrë të veçantë periudhën 18 mujore që kaloi në Elize, në Pallatin Presidencial. Edhe sepse prej kësaj periudhe 18 mujore ajo nuk ka kujtime të bukura, sepse të cilat i zbuloj më vonë, duam të themi se ishte fundi i dashurisë së tyre, dhe ajo nuk e dinte. Por një mëngjes të bukur, edhe sepse e kishin paralemruar miqtë e saj gazetarë, pasi e dim tashmë që ajo vinte nga një karrierë si gazetare politikës në gazetën Peres Maq të Parisit, edhe ajo nuk e besonte fjalët, ajo gëdhiu një ditë me faqet para të gazetave ku ishin fotografitë e zotit François Hollande, të gjithë besoj mund ta mbajnë mend, mund ta kenë parë me një kask motori të vënë ose duke hequr kaskën e motorit dhe duke hyrë mbrapa një motori për të shkuar tek e dashura e tij e re Jules Gaillet, një aktore e shquar e momentit. Në fakt ne pam pak më parë, regjia do na ndihmojë sërish her pas here që të shohim edhe momente ku pasqyrohet në median roz, jo vetëm franceze, por dhe më gjerë në Europë, të gjitha këto tradhtit të themi të presidentit francez. Çka në fakt në Francë nuk është që bën gjë, se dihet që francezët janë një kom pasionant, një kom që dashurojnë fort, por janë poligam. Edhe e pranojnë poligamin si një pjesë shumë normale të shoqërisë së tyre. Megjithatë, çfarë nuk është thënë në mediat roz që e thot ky libër? Çfarë s'ka arritur të zbuloj ose të analizoj media roz në lidhje me këtë marrëdhënie? Atëherë unë do të thosha që në momentin që zonja Valérie Trevelier sheh gazetat dhe aty kupton që i përmbyset ajo kështjella e saj e dashurisë që kishte ndërtuar, që në fakt pas kështë qenë kështjellë prerëre, ajo e ndjen veten shumë keq. Dhe në momentin që zoti Hollande i thot lëm të mirë, atëherë ajo merr përsipër të shkruaj diçka. Edhe sepse zoti Hollande i thot, dhe jo vetëm direkt, po edhe nëpërmjet medias, që punët tona të brendshme zgjidhen vetëm midis nesh, zonja Trevelier nuk ishte asnjëherë dakord me këtë gjë. Ajo e shkroi librin, një libër që kur ta lexojë lexuesi do ta kuptojë që nuk është një roman i mirëfillt dhe dallohet shumë qartë që zonja Trevelier është gazetare me profesion. Sepse ajo ka mbledhur kujtime. Libri është emocionale dhe unë mendoj, Bledi, që nuk ka se si të mos jetë emocionale. Ajo del nga një dashuri 9 vjeçare e tradhtuar. Një histori pasioni, një histori dashurie, ashtu si shkruhet në libër, një histori dashurie, një histori tradhtie. Po një marrëdhënie që nisi gjithsesi duke tradhtuar dashuri të tjera. Po, edhe kjo është e vërtet. Por ajo e mbulon me faktin, ose sipas saj ka të drejtë kur thotë që ishte një pasion i zjarrt. Ishte një pasion i zjarrt që lindi midis meje dhe edhe ti. Që më bëri të shkëputem nga një burr, nuk duhet harrojmë që ajo thotë, më fal, nuk duhet harrojmë që ajo thotë që në përjeshtat e librit, edhe sepse e përmend pak, prapë kur përmend të shoqin, thot ishte një burr i shkëlqyer, një baba shëmbullor, një intelektual tepër inteligjent. Por unë se dua më është. Pasioni, por unë nuk e dua më, pasioni i zjarrt i dashurisë më bëri të kaloj. Ha më xhasullo do qon ç'bëhet, rriti me të njëjtën grua tërë jetën, ke një jetë të tërë me të njëjtën grua. Po ndava. Po më lum. Jo të lum, po të lum. Si ja shikon se ç'ndodh. Po të bëre. Të bëri edhe ty me një libër të thoshin tërë hollësitë, ndoshta deri në hollësi, nuk e di, fizike, që uroj që këtu mos jenë ska. Jo. Se pastaj do bëhet qesharak. Jo, nuk bëhet fjalë për të tillë, jo, nuk bëhet fjalë për të tillë gjë. Rrëfim denoncimi, unë nuk do të përmendja fjalët hakmarrje të tjera. Rrëfim denoncimi Valérie Trevelierit nuk arrin deri aty. Ajo jep
pasqyron në mënyrë të qartë portretin njerëzor të zotit François Hollande. Të tjerët, të gjithë janë mësuar ta shohin nëpërmjet politikës, ta shohin natyrisht në ato mbledhjet, në takimet politike në Elize ose me presidentët e vendeve të botës, por ajo nxjerr një François Hollande tjetër, nxjerr një François Hollande njerëzor në marrëdhëniet njerëzore, në marrëdhëniet në familje, në marrëdhëniet e pasionit të tij, dhe për këtë arsye, është kjo arsye që media franceze, edhe sepse ju thatë që pare që, dhe kjo është e vërtet, që francezët janë një popull poligam dhe nuk është se ju u preken shumë nga kjo gjë, prapse prap... Jo, nuk do të gjykonin moralisht siç mund të gjykoj populli shqiptar, po themi. Prapse prap, Le Figaro, Huffington Post, La Repubblica e të tjerë, kanë shkruar që kur libri doli në treg, ishte një tërmet i vërtet politik. Ishte një tërmet i vërtet politik, jo vetëm Francë. Në fakt, sa e dëmtoni? Por... Më falni, po. Jo, më falni muar, por dalim të tek ajo që thot ju, që janë një popull poligam, nuk është se... Nuk zjati shumë. Nuk zjati shumë, fakti që nuk dënuan fort, dhe dënimi atje vjen në Francë, vjen me ulljen e pikve, si mbas sondazheve që bëhen të herë mësë herë. Sondazhet treguan që pati një ullje të pikve të zotit Hollande për një farë momenti, 2 mujor dhe pastaj ato ngritën përsëri dhe u harua ngjarja. Kemi parë edhe rastet këtilla në Shqipëri, teksa është synuar nga një rapal të godas palën tjetër për pikpamjet morale, për jetën personale. Unë e shoh gjithë një të gabuar këtë gjë, sepse zgjedhjet personale janë personale dhe duhet qëndrojnë të tilla. Pavarësisht që në momentet caktuara, sidomos vendimarrjesh politikanë, do duhet përballeshin edhe me një opinion publik që ka kureshtje për këtë pjesë dhe që analizon këtë pjesë. Por një shqiptar tradicional, Gjasulo themi, kur të lexoj këtë librin, çfarë do mendoj për këta të dy? Sidomos për Sarkozin, si do e shohë në gjykimin tuaj? Dhe sipas asaj çka zonja Valeri pra ja ta them unë letushi. Unë nuk e lexoj fare atë libër. E kuptova tashmë. E kam kaq inteligjencë. Ti që sa të duash. Gjasulo e tha vetë, e shprehu, atë që kishte për të shprehu. Unë mendoj që ne, domethënë, do ta prisnim pothuajse në këtë mënyrë, siç foli Gjasulo. Do të gjykonim jo, për të lexuar fare jo. Ne pikërisht të lloj libra që lexojmë më tepër se sa duhet. Pikërisht të lloj libra që lexojmë. Unë jam i bindur profesor, unë jam i bindur që të gjithë do e lexojnë. Padyshim. Por unë nuk e pranoj. Jo, është një libër për të mos u humbur. Por mbi të gjitha, ky është një libër që të bën të mësosh mbi jetën personale të njerëzve të njohur. Ky në thelb kam përshtypjen na bën një nder të gjithëve që të mos jetojmë më, sidomos vajzat, adoleshentët, mos jetojnë më ëndrat e irushes të borbardës që jetuan përjetësisht të lumtur, po tulen pak me këmbë në tokë dhe të kuptojnë që disa zjarre dashurore siç lindin dhe shuhen dhe në fund të fundit kjo është normale, është e pranueshme, mund të jetë e dhimbshme, sidomos për atë që lihet, por ndodh edhe kjo. Por në vetvete është voajerizëm që ta lexojmë këtë libër, është një lloj dëshire për të vënë syrin. Po, është e vërtet. Është e vërtet, unë do të thosha që është një voajerizëm, por mbi të gjitha, ky është një libër që jo vetëm na mëson shumë mbi jetën personale, por dhe na ndihmon të kulturohemi. Sigurisht. Ne kemi nevojë si shoqëri që të kulturohemi, që të ecim dhe ne përpara, të kuptojmë se ç'janë dhe si duhet të jenë marrëdhëniet e ndërsjellta. Megjithëse në libër zoti François Hollande thotë që marrëdhëniet tona të brendshme ne i rregullojmë prap bashkë. Zonja Trevelier nuk e ka pranuar dhe ka thënë që unë do ta shkruaj patjetër këtë libër, do t'i mbledh patjetër kujtimet e mia dhe nuk duhet të harrojmë që zonja Trevelier kujtimet e saj i mlodhi brenda një periudhe vere, ka punuar në një fshehtësi të madhe, jam i detyruar t'ja u them këto hollësi,
sepse janë kuriozitetet bukura, punoj brenda një vere, e mbyllur ditë-natë në një shtëpi fshati, ka punuar në një kompjuter jo të lidhur në rrjet, që mos përgjoj, është lidhur me një botues të pavarur, Lend Arens, i cili realizoi shtypin e librit, faleminderit për këtë çast, në një tipografi gjermane. Në Gjermani për të mos rrjedhur informacioni. Dhe librat vetë kanë hyrë në Francë me kamion. Kanë kaluar nga kufiri me kamion, kanë hyrë në Francë. Edhe transfertat bankare të parave nuk bëhen me një siguri kaq të lartë. Në mënyrë që libri të bëjë skupin e vet në mënyrën sa më perfekte. Ata janë kujdesur që libri të bëjë skupin e vet në mënyrën sa më perfekte. Unë do të thosha që është një libër që duhet lexuar patjetër, sepse është një libër historie, dashurie, pushteti dhe tradhtie. Është një libër që për momentin kur doli tronditi të gjithë opinionin politik francez dhe jo vetëm. Është një histori që e një libri i cili brenda 3 ditëve është shitur në 300.000 kopje. E kuptoj. Në Francë. Është një bestseller. Edhe është një bestseller i vërtet. Është një libër që nuk duhet lënë pa lexuar sepse na mëson shumë jo vetëm mbi jetën, po na mëson shumë edhe mbi kulturimin e jetës tonë. E drejtë. Zoti Selenica, unë falenderoj shumë që ishit të mëngjes me ne. Suksese më tej me shpërmbutuese Morava dhe me librat cilësor në fakt që ju na sillni gjithnjë. Ju falenderoj dhe unë shumë për të çaste që më dhat për të folur mbi këtë libër. Po, të dashur miq, mos nguroni në çdo pikëshitje në kryeqytet, por edhe në çdo qytet tjetër, gjeni librin. Faleminderit për këtë çast, një histori dashurie, pushteti dhe tradhtie. Është një libër nga Ishe dashura e presidentit francez François Hollande, Valérie Trevellier, e thash edhe unë. Lexojeni dhe vureni gisht i kokës. Po, fiks Xhasuloj e ke thënë. Se ka dhe një mesazh të fortë ky libër. Pa ish qëllimi. Mirë, ne do të përshëndetemi këtu të dashur miq, ndërkohë që do të ndjekim një material për kemi kohën shumë të limituar, ne duhet t'ja kalojmë linjën programacionit. Okej. Që kështu na duhet ta mbyllim, i kërkojmë pjesë të gjitha zonjave dhe zonjushave, po patjetër. Do ta japim nesër, qëndroni me ne, kemi shkuar Iva Shaba, më saktë ka shkuar në salonin Klishe me estetisën Manjola Paja për të kuptuar më shumë se cilësh kujdesim që duhet të tregojmë për mirëmbajtjen e fytyrës, sidomos kjo është e vlefshme për zonjushat dhe për zonjat. Por do ta transmetojmë nesër për shkak se nuk kemi kohë. Ndajemi ndërkohë me muzikë të mirë, pra do të shihemi nesër në orën 7, qëndroni me Radio Televizionin Shqiptar në programacionin Vijim.